Në një pronë të qetje Shkodrës, një vajzë e re detyrohet të gjinjëzohet në kopsht, ndërsa njerëka e saj i pret flokut e gjatë të errët, e vendosur t'i shkatërrojë të ardhmen dhe çdo shans për martesë. Ajo që njerëka nuk e di është se një burr i fuqishëm që kalon aty pranë sheh gjithçka, dhe dinjiteti i heshtur i asaj vajze do ta ndryshojë jetën e tij përgjithmonë. Por kjo histori nuk është për hakmarrjen, është për diçka më të fortë, për atë lloj dinjiteti që asnjë mizori nuk mund ta shkatërrojë. Para se të fillojmë, siguroni të abonoheni, të bëni like videon dhe ta ndani me dikë që i pëlqen histori të fuqishme si kjo. Dhe më tregoni në komente nga cili vend po na ndiqni. Le të shoh burrin që dëshiron një gjë pa vlerë si ty. Mëngjesi erdhi ngadalë mbi kodrat jashtë Shkodrës. Ishte ai lloj agimi i zbehtë gri që mbulon fshatin në heshtje para se qyteti të zgjohet plotësisht. Prona e familjes Kelmendi ndodhej disa kilometra përtej shtëpive të fundit të qytetit, e rrethuar nga disa arra të vjetra dhe një obor i madh me gur që kishte qenë aty që nga koha e gjyshit të artës. Shtëpia vet ishte e madhe, por jo e tepruar. Një vilë tradicionale e veriut, me mure të trasha guri dhe një verandë të gjatë që ruante freskinë e natës, edhe pasi dielli fillonte të ngrohte ajrin. Pas shtëpisë, shtrihej kopshti që zbriste lehtë drejt një rruge të ngushtë me zhavor, e cila përdridhej nëpër kodër dhe lidhej me rrugën kryesore që të çonte drejt qytetit. Zakonisht, në atë orë, kopshti ishte vend i qetë. Vesa ende rrinte mbi gjetet e bimëve aromatike pranë murit dhe aroma e veut të lagur përzihej me erën e lehtë të tymit të druve që vinte nga shtëpitë e fshatit përreth, ku zjarret e mëngjesit sapo ishin ndezur. Por atë mëngjes, kopshti nuk ishte i qetë. Arta Kelmendi ishte në gjunjë mbi shtegun e gurit pranë kopshtit të erëzave. Gjunjët i shtypeshin mbi gurin e ftohtë ndërsa duart i mbante të hapura në prehër. Kishte veshur një fustan të thjeshtë ngjyrë kremi, të njëjtin që përdorte zakonisht për punët e mëngjesit në shtëpi. Pjesa e poshtme e fustanit ishte mbuluar tashmë me pluhur nga gurët. Ajo nuk e kishte menduar kurrë se do të gjendej në gjunjë aty. Pas saj, qëndronte Nexhmia Kelmendi, njerëka e saj. Në dorën e saj Nexhmia mbante një brisk të vogël, ndërsa me dorën tjetër mbante një tuftë të trashë të flokëve të errët të artës. Dora e saj e vendosur në pjesën e pasme të kokës së vajzës ishte e fortë por e kontrolluar. Ishte kapja e një gruaje që e kishte menduar këtë moment dhe që nuk kishte ndërmend të tërhiqej. Nexhmia ishte veshur me kujdes, si gjithmonë. Fustani i saj ngjyrë bordo duke i rregullt edhe në dritën e ftohtë të mëngjesit. Qëndrimi i saj ishte i drejtë dhe i qetë. Ajo preu një tuftë tjetër flokësh. Flokët ranë në heshtje pranë gjurit të artës. Për vite me radhë, flokët e artës kishin qenë gjëja e parë që njerëzit vinin re tek ajo. Ishin të trashë, të errët dhe kaçurrela të buta në fund. Gratë e lagjes shpesh i kishin thënë kur ishte më e vogël se nuk duhet i priste kurrë. Edhe bukpjeksi në qytet njëherë kishte bërë shaka duke thënë se flokët e saj dukeshin sikur kishin dalë në një fotografi e vjetër. Tani ato po binin në tokë njëra pas tjetrës. Asnjë burr serioz nuk do të dojë më kështu, tha Nexhmia me zë të qetë. Zëri i saj nuk kishte zemërim, duke i pothuajse sikur po thoshte një fakt të thjeshtë. Brisku lëvizi përsëri, një tuftë tjetër flokësh ra mbi gurët. Arta ndjeu ajrin e freskët të mëngjesit që i preku qafën, aty ku vetëm pak çaste më parë kishte flok. Lotët i rrëshqitën në përfaqe, por ajo nuk bëri asnjë zë. Nuk ngriti duart për të ndaluar briskun, nuk u përpoq të largohej. Ajo e kuptonte shumë mirë çfarë po bënte Nexhmia. Në komunitete të vogla si ato përreth Shkodrës, pamja ende kishte peshë më të madhe se sa njerëzit pranonin. Familjet flisnin për vajza që ishin të bukura, apo të paraqitura mirë, dhe këto biseda të heshtura shpesh vendosnin kush merrte kërkesa për martesë dhe kush jo. Nexhmia e dinte më mirë se kushdo. Kjo nuk ishte zemërim, kjo ishte një llogari. Tufa e fundit të flokësh rrëshqiti nga brisku dhe ra mes të tjerave mbi gurët. Për një çast, Nexhmia e mbajti në dorë flokun e prerë dhe e shikoi, sikur po kontrollonte punën e saj. Pastaj e lëshoi kokën e artës dhe bëri një hap pas. Arta mbeti në gjunjë. Kopshti u kthye përsëri në heshtje. Vetëm gjethet lëviznin lehtë nga era e mëngjesit. Disa fije flokësh kishin mbetur mbi fustanin e saj,
të tjerët shtriheshin mbi gurët si shirita të errët. Përtej murit të kopshtit kalonte rruga me zhavor që zbriste drejt qytetit. Zakonisht, ajo rrugë ishte bosh në atë orë, por jo atë mëngjes. Një makinë e zezë ishte ngadalësuar pranë kthesës së murit të pronës. Brenda saj ishte ulur Dren Kodra, që i po kthehe nga një vizitë e hershme në një nga vrishtat e tij jashtë qytetit. Shoferi kishte ngadalësuar sepse rruga ngushtohej pranë murit të kopshtit. Dreni hodhi një vështrim drejt oborrit. Fillimisht so vetëm një lëvizje, pastaj so briskun në dorën e Nexhmijes dhe vajzën në gjunjë. Ai so tufën e fundit të flokësh që ra në tokë. Makina qëndroi për disa sekonda më shumë se sa duhej. Dreni kishte kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij duke drejtuar biznese dhe menaxhuar prona në veri të Shqipërisë. Kishte shuar mjaft konflikte familjare dhe skena të pakëndshme, por kjo skenë ishte ndryshe. Vajza nuk bërtiste, nuk kundërshtonte. Ajo thjesht po e duronte. Shpina e saj qëndronte drejt edhe ndërsa lotët i rrëshqitnin në heshtje. Dreni nuk tha asgjë. Pas disa sekondash, ai i bëri një shenjë të vogël shoferit dhe makina vazhdoi rrugën drejt qytetit. Gjithashtu, edhe kur prona u zhduk pas kthesës së Kodrës, pamja mbeti në mendjen e tij. Vajza në gjunjë në kopsht, flokët që binin në gur dhe dinjiteti i çuditshëm i qetë me të cilin ajo refuzonte të thyhej. Heshtja e ftohtë e atij mëngjesi në kopësht nuk kishte lindur papritur. Ajo ishte ndërtuar ngadalë, për vite me radhë, brenda mureve të shtëpisë së familjes Kelmendi, shumë kohë para se brisku të prekte flokët e Artës. Arta ishte vetëm 9 vjeçe kur nëna e saj vdiq. Sëmundja kishte zgjatur pak muaj, por ndryshoi plotësisht ritmin e shtëpisë. Para asaj kohe, prona e familjes Kelmendi kishte qenë një vend i ngrohtë dhe i qetë. Arta kujtonte mbrëmjet kur kuzhina mbushej me aromën e bukës së sapo pjekur dhe të gjellës që zjente ngadalë në tenxhere. Nëna e saj këndonte lehtë ndërsa përgatiste darkën. Babai i saj, mentor Kelmendi, kthehej nga qyteti shpesh me diçka të vogël për të. Ndonjëherë një qese me ëmbëlsira nga pastiçeria në pedonalen e Shkodrës, ndonjëherë ndonjë libër që mendonte se Arta do ta pyqente. Pas vdekjes së nënës, shtypia u bë më e heshtur. Mentori u përpoq të mbante të njëjtat zakone, por boshllëku ishte i vështirë për të mbushur. Arta kalonte më shumë kohë në kopësht, duke ndihmuar shtëpiaken të mblidhte barra aromatike ose duke ushqyer pulat pranë gardhit të pasëm. Një vit më vonë, mentori u martua përsëri. Nexhmia hyri në shtëpi me qetësi dhe siguri, me atë mënyrën e një gruaje që dinte të menaxhonte njerëzit dhe përshtypjet. Ajo erdhi me 2 vajzat e saj nga martesa e mëparshme. Rudinën, e cila në moshën 12 vjeçare ishte tashmë e qetë dhe e vëmendshme, dhe Dorinën, më të vogël dhe më energjike, me një natyrë të gjallë që shpesh mbushte dhomën me zë. Në fillim gjithçka dukej normale. Shtëpia u bë më e gjallë me më shumë njerëz në tryezën e darkës. Nexhmia filloi të rregullonte raftet e kuzhinës dhe magazinën, duke thënë se shtëpia thjesht kishte nevojë për më shumë rregull. Ajo ndryshoi disa nga zakonet e përditshme, kur shërbeheshin vaktet, si organizohej larja e rrobave dhe cila ditë vinin punëtorët për të pastruar dhomat e mëdha. Mentori besonte se këto ndryshime do të sillnin stabilitet, por dal ngadalë ekuilibri i shtëpisë filloi të ndryshonte. Nexhmia rrallë ngrinte zërin. Ajo nuk i bërtiste Artës dhe nuk fliste ashpër në praninë të tjerëve. Në vend kësaj, ajo merrte vendime të vogla dhe të heshtura për atë se kush merrte vëmendje dhe kush jo. Rudina dhe Dorina filluan të ndiqnin mësime pianoje në qytet. Nexhmia shpesh i shoqëronte vetë me makinë dhe pas mësimit ndaleshin në ndonjë kafene pranë liçenit për ëmbëlsira ose kafe. Arta qëndronte në shtëpi. Kur vinin të afërmi për vizitë, Nexhmia thërriste Rudinën dhe Dorinën në sallon për të përshëndetur mysafirët, ndërsa Artës i kërkoi të ndihmonte në kuzhinë. Nëse dikush komplimentonte shtëpinë, Nexhmia lavdëronte vajzat e saj për rregull. Nëse kopshti dukej i bukur, ajo falenderonte Dorinën për lulet, edhe pse Arta kishte kaluar orë të tëra duke u kujdesur për to. Ky model vazhdoi vit pas viti. Kur Arta mbuqi 14 vjeç, ajo kishte kuptuar diçka të rëndësishme për shtëpinë. Mënyra më e lehtë për të shmangur tensionin ishte thjesht të bëhej e dobishme. Ajo filloi të zgjohej më herët në mëngjes,
shpesh para se dielli të dilte mbi kodrat. Dritaret e kuzhinës shikonin nga lindja dhe drita e parë e ditës hynte ngadalë ndërsa shtëpia ishte ende në qetësi. Ajo ndiste kafen dhe përgatiste mëngjesin, bukë të freskët nga furra, gjath të bardh, ullinj dhe ndonjëherë byrek të ngrohur në furrë. Aroma e byrekut mbushte kuzhinën, ndërsa pjesa tjetër e shtëpisë ishte në gjumë. Në fillim i bënte këto gjëra për të ndihmuar, më vonë i bënte pse i pritej prej saj. Me kalimin e viteve, Arta mori gjithnjë e më shumë përgjegjësi. Ajo ndihmonte shtëpiaken të mbante shënimet për furnizimet, kontrollonte çfarë duhej të riparohej nëpër pronë dhe organizonte dërgimet nga qyteti. Në moshën 17 vjeçare, ajo po menaxhonte në heshtje një pjesë të madhe të shpenzimeve të shtëpisë. Fletoria ku shënonte gjithçka që blihej, qëndronte çdo e mbrëmje në cep të tryezës së kuzhinës. Mentori rrallë vurente këtë ndryshim. Puna e saj e mbante të zënë dhe kur kthehej në shtëpi gjithçka dukej e qetë dhe në rregull. Nexhmia nuk e korrigjonte kurrë këtë përshtypje. Rudina dhe Dorina vazhdonin të jetonin jetën që pritej nga vajzat e një familje të respektuar. Ato ndiqnin kurse gjuhe, vizitonin shoqe në qytet dhe shfaqeshin në mbledhje familjare me fustane të zgjedhura me kujdes. Arta zakonisht qëndronte në sfond. Kur vinin mysafir, ajo siguronte që filxhanët e kafes të ishin të pastër dhe ëmbëlsirat të vendosura bukur në tabaj. Ajo lëvizte qetësisht në përdhoma duke u kujdesur që gjithçka të funksiononte pa shkelje. Pak njerëz e vunin re sa shumë bënte ajo. Edhe më pak, pyesnin pse. Nga jashtë prona e familjes Kelmendi dukej si një shtëpi e rregullt ku 3 vajza po rriteshin nën të njëjtën cati. Brenda, e vërteta ishte më e thjeshtë. 2 vajza po përgatiteshin për të ardhmen, e treta po mbante shtëpinë në këmbë. Arta e kishte kuptuar këtë shumë kohë para se dikush ta thoshte me zë, dhe me kalimin e kohës, ajo pushoi së pritur që diçka të ndryshonte. Viti kur Arta mbushi 18 vjeç, filloi si çdo vit tjetër në shtëpinë e familjes Kelmendi. Dimri kishte qenë i butë dhe nga fillimi i pranverës, kodrat përreth shkodrës kishin filluar të gjelbëroheshin përsëri. Arrat e vjetra pas shtëpisë po nxirrnin gjethe të reja dhe ajri mbante aromën e dheut të lagur që ngrohej pas muajve të ftohtë. Brenda shtëpisë, rutina e përditshme vazhdonte me të njëjtin ritëm që Arta e njihte tash më mirë. Ajo zgjohej para lindjes së diellit si zakonisht, duke përgatitur kafen dhe mëngjesin ndërsa pjesa tjetër e shtëpisë flinte. Xhamat e dritareve të kuzhinës ishin mbuluar lehtë me avull nga nxehtësia e furrës, ndërsa ajo ngrohte copa byreku të mbetura nga dërgesa e furrës së bukës një natë më parë. Tingulli i lugëve që preknin filxhanet e porcelanit ishte zëri i vetëm në atë shtëpi të qetë. Babai i saj, mentor Kelmendi, ishte ulur në tavolinën e ngrënies atë mëngjes, duke lexuar gazetën lokale ashtu siç bënte gjithmonë para se të nisej për në qytet. Ai duke i lodhur, dhe Arta e kishte vënë re se kohët e fundit shumë mëngjes ai dukej më i raskapitur se më parë. Puna e tij ishte bërë më e rëndë. Mentori kishte ndërtuar një karrierë të respektuar si jurist në Shkodër, duke trajtuar çështje pronash dhe marrëveshje biznesi për familje të ndryshme në të gjithë rajonin. Por përgjegjësia për të mbajtur pronën dhe ngarkesa e punës kishin filluar ta rëndonin gjithnjë e më shumë. Atë mëngjes ai piu vetëm gjysmën e kafes. Arta e kujtoi këtë detaj të vogël më vonë. Ishte momenti i fundit i zakonshëm i asaj dite. Ataku në zemër erdhi papritur. Mentori u rrëzua në sallonin e shtëpisë para se të kishte përfunduar edhe veshjen për të shkuar në punë. Zhurma e karriges që u përplas në dyshemen prej druri bëri që të gjithë të vraponin. Shtëpiakja thiri për ndihmë dhe brenda pak minutash një fqinj e çoi me makinë drejt spitalit në qytet. Por ai nuk arriti kurrë deri atje. Kur makina mbërriti, mjekët nuk mundën të bënin asgjë. Lajmi u kthye në pronë para perëndimit të diellit. Shtëpia u mbush me të afërm atë mbrëmje. Makinat u rreshtuan përgjatë rrugës me zhavor jashtë portës dhe njerëzit lëviznin ngadalë në përdhoma duke ofruar ngushëllime me zë të ulët. Filxhan kafeje vendoseshin mbi tabaka të vogla, pjata me biskota dhe ëmbëlsira vendoseshin mbi tavolinë, ndërsa salloni u bë vendi ku kaloi një natë gjatë zije. Arta ishte ulur pranë dritares,
duke dëgjuar zërat përreth pa i kuptuar plotësisht. Për vite me radhë, babai i saj kishte qenë mbrojtja e vetme e qetë që ajo besonte se ekzistonte ende në atë shtëpi. Edhe kur ai nuk i shihte të gjitha gjërat që ndodhnin në rreth tij, prania e tij kishte qenë një kufi që nuk kalohej. Pa të, diçka thelbësore kishte ndryshuar. Varrimi u bë 2 ditë më vonë në kishën pranë qendrës së Shkodrës. Qielli mbeti gri gjatë gjithë mëngjesit dhe ajri mbante atë erën e ftohtë që zbret shpesh nga malet. Pas varrimit, të afërmit u kthyen ngadalë në shtëpitë e tyre. Jeta në pronën e familjes Kelmendi filloi të riorganizohej. Leximi i testamentit të mentor Kelmendit u bë një javë më vonë në zyrën e një avokati në qytet. Arta ishte ulur pranë Nexhmijes, ndërsa dokumenti shpjegohej me kujdes nga avokati i familjes, një burr që e kishte njohur babain e saj për shumë vite. Mentori kishte lënë pronën dhe shumicën e pasurisë nën administrimin e Nexhmijes. Por kishte një kusht. Arta duhej të mbahej dhe të kujdesej për të deri në momentin kur të martohej. Avokati i tha këto gjëra qartë. Në atë moment ato tingëlluan të arsyeshme. Askush në zonë nuk i vuri në dyshim. Vetë Arta nuk e kuptoi menjëherë se çfarë do të thoshin në të vërtetë. Nexhmia e kuptoi. Gjatë muajve që pasuan, ajo ndoqi testamentin me përpikësëri, të paktën në letër. Arta vazhdoi të jetonte në shtëpi. Ushqimi i përgatitej. Rrobat i zvendësoheshin kur ishte e nevojshme. Asgjë thelbësore nuk i mungonte. Por asgjë për te gjërave bazë nuk i ofrohej. Kur Rudina dhe Dorina kishin nevojë për fustane të reja për mbledhje familjare, Nexhmia i çonte në dyqanet e qytetit. Kur hapeshin kurse gjuhësh për vajza që përgatiteshin për studime apo punë jashtë vendit, Nexhmia i regjistronte pa hezitim. Arta nuk përmendej në këto biseda. Përgjegjësitë e saj në shtëpi u shtuan në heshtje. Ajo vazhdoi të mbante llogaritë e shtëpisë dhe të organizonte furnizimet, koordinonte riparimet nëpër shtëpi dhe mbikiqyrte punëtorët që vinin gjatë sezonit të korrisjes për të mbikiqyrur vreshtat. Nga jashtë gjithçka dukej në rregull. Fqinjet që vinin për kafe shihnin një shtëpi që funksiononte pa probleme. Nexhmia fliste me krenari për përparimin dhe mundësitë e vajzave të saj. Arta lëvizte nëpër dhoma duke shërbyer pije dhe mblidhte pjata. Pak njerëz i vinin re që ajo nuk po përgatitej më për asnjë të ardhme. Në fillim ajo mendoi se kjo gjendje mund të ndryshonte me kalimin e kohës. Ndoshta pasi Rudina ose Dorina të martoheshin, përparësitë e shtëpisë do të ndryshonin. Por ngadal, një kuptim tjetër filloi të formohej në mendjen e saj. Çdo mundësi dukej sikur kalonte pranë saj pa u ndalur. Shtëpia ku ishte rritur, vendi ku dikur ajo e kishte ndjerë të sigurt, kishte filluar të kthehej diçka tjetër. Nga jashtë ishte ende një shtëpi. Por për Artën, ajo kishte kthyer ngadalë në një kurt. Pranvera u kthye ngadalë në kodrat përreth Shkodrës atë vit. Vreshtat pranë pronës së familjes Kelmendi filluan të nxjerrnin degë të reja dhe tregjet e qytetit u mbushën përsëri me njerëz pas muajve të qetë të dimrit. Ritmi i jetës së përditshme vazhdonte si zakonisht, por për Artën diçka kishte filluar të ndryshonte thellë brenda saj, edhe pse ajo nuk mund ta shpjegonte ende. Shpesh në mëngjes ajo shkonte në qytet 1 ose 2 herë në javë për të blerë gjërat e vogla që duheshin për shtëpinë. Nexhmia donte që këto punë të bëheshin me kujdes dhe Arta ishte bërë e besueshme për t'i kryer pa gabime. Një pasdite në fillim të pranverës ajo u ndal për pak minuta në një kafene të vogël pranë pedonales së Shkodrës. Nuk ishte vend i modës, vetëm një kafene e qetë ku burra të moshuar luanin domino dhe studentët rrinin me libra të hapur mbi tavolina. Arta kishte hyrë vetëm për t'u çlodhur pak pasi kishte përfunduar blerjet. Pranë karriges së saj, ndodhej një shport e vogël me fill për qepje, letër shkrimi dhe disa ushqime që kishte marrë nga dyqanet përreth. Ajo porositi një kafe të thjeshtë dhe ul pranë dritares, duke kontrolluar listën e gjërave që i kishin mbetur për të blerë para se të kthehej në shtëpi. Nga ana tjetër e kafenes, një burrë vuri ha. Quhej Arben Leka. Arbeni ishte rreth 30 vjeç dhe sapo ishte kthyer në Shqipëri pas disa vitesh pune si inxhinier në Gjermani. Ai ishte kthyer në Shkodër për të ndihmuar familjen e tij në zgjerimin e një biznesi ndërtimi që po rritej gjithnjë e më shumë.
Ai nuk ishte njeri që u kushtonte vëmendje lehtë të panjohurve, por atë pasdite, diçka tek Arta i tërhoqi vëmendjen. Nuk ishte vetëm pamja e saj, edhe pse ajo ishte padyshim e bukur. Ajo që e bëri të ndalonte ishte qetësia me të cilën ajo qëndronte. Ajo foli me mirësjellje me kamarierin, e falenderoi kur ai solli kafen dhe më pas kaloi disa minuta duke lexuar shënimet në një blog të vogël, sikur kafeneja përreth të mos ekzistonte fare. Nuk kishte asgjë të tepruar në mënyrën e saj, gjithçka dukej e natyrshme dhe e qetë. Arbeni e vështroi për disa minuta pa e kuptuar. Kur ajo përfundoi kafen, pagoi, mori shportën me kujdes dhe doli përsëri në rrugë. Ai mbeti duke pyetur veten se kush ishte ajo. Disa ditë më vonë, e mësoi përmes një të njohurit të përbashkët që e njihte familjen Kelmendi. Vajza që kishte parë në kafene ishte Arta Kelmendi, vajza e juristit të ndjer, Mentor Kelmendi. Arbeni e mendoi këtë për disa ditë. Pastaj mori një vendim. Një pasdite, ai shkoi në pronën e familjes Kelmendi. Vizita ishte e rregullt dhe e respektueshme, ashtu siç bëheshin zakonisht këto gjëra në familje si të tyre. Ai erdhi me një kuti ëmbëlsirash nga një pastiçeri e njohur në qytet dhe kërkoi me mirësjellje të fliste me të zonjën e shtëpisë. Nexhmia e priti në sallonin kryesor. Dhama ishte e ndriçuar atë pasdite, me rrezet e diellit që binin mbi dyshemen prej druri nga dritaret e mëdha që shikonin nga kopshti. Nexhmia dëgjoi me vëmendje ndërsa Arbeni shpjegoi arsyen e vizitës së tij. Ai foli qartë dhe pa hezitim. Ai dëshironte të kërkonte leje për të filluar një njohje me Artën. Nexhmia e falenderoi për interesin dhe u ofroi kafen. Përgjigjja e saj ishte e qetë dhe shumë e sjellshme. Fatkeqësisht, shpjegoi ajo, Arta nuk ishte në një situatë që të priste vizitor apo të fillonte një njohje në atë kohë. Shtëpia kishte shumë përgjegjësi dhe gjendja e Artës ishte ende e ndërlikuar pas vdekjes së babait. Ndoshta, sugjeroi Nexhmia me qetësi, një moment tjetër në të ardhmen do të ishte më i përshtatshëm. Arbeni e dëgjoi me respekt. Ai nuk mund të kundërshtonte një shpjegim të tillë pa u dukur i pasjellshëm. Pasi përfundoi kafen, e falenderoi përsëri dhe u largua nga prona. Ndërkohë, në katin e sipërm të shtëpisë, Arta kaloi gjithë kohën duke sistemuar çarçafet në një domat magazimi. Askush nuk i tha që Arben Leka kishte qenë aty. Muajt kaluan. Vera erdhi me ditë të gjata dhe të ngrohta, me aromën e frutave që piqeshin në pemësitet përreth qytetit. Jeta në pronë vazhdoi si më parë. Pastaj, një pasdite tjetër, erdhi një vizitor tjetër. Quhej Ilir Dervishi. Iliri ishte një avokat i ri nga Lezhë, që sapo kishte hapur një oficë të vogël dhe merri me çështje biznesi dhe pronash në gjithë rajonin. Përmes lidhjeve profesionale, ai kishte dëgjuar për familjen Kelmendi dhe për Artën në veçanti. Njerëzit e përmendnin shpesh kur flisnin për pronën, duke thënë se ishte e zgjuar, punëtore dhe e përgjegjshme. Iliri vendosi se donte ta njihte. Ashtu si Arbeni para tij, ai shkoi në pronën me respekt dhe kërkoi leje për të filluar një njohje. Edhe këtë herë Nexhmia e priti vizitorin. Edhe këtë herë biseda ishte e qetë dhe e sjellshme. Dhe edhe këtë herë përgjigja ishte jo. Arta, shpjegoi Nexhmia, nuk ishte në disponibilitet për çështje të tilla. Përgjegjësitë e saj në shtëpi ishin të shumta dhe planet e saj për të ardhmen nuk ishin ende të qarta. Iliri e pranoi shpjegimin. Ai u largua nga prona pa e takuar Artën. Brenda shtëpisë gjithçka vazhdoi si më parë. Arta nuk dëgjoi asnjërit prej tyre. Megjithatë, me kalimin e kohës, ajo filloi të ndjente diçka që nuk mund ta shpjegonte plotësisht. Ndonjëherë kur ecste nëpër rrugët e qytetit, kishte ndjesinë se mundësitë ekzistonin dikund pranë saj, por gjithmonë pak jashtë mundësisë së saj për t'u arritur. Bisedat mes fqinjve ndonjëherë ndaloshin kur ajo hynte në dhomë. Disa fjalë të Nexhmias linin të kuptonin se vendimet për të ardhmen e saj ishin marrë pa e pyetur atë. Nuk ishte asgjë e vetme që i tregoi të vërtetën. Ishte grumbullimi i shumë heshtjesh të vogla. Dhe dalgadal, Arta filloi të kuptonte se rruga që jeta e saj mund të ketë marrë ishte bllokuar në heshtje, para se ajo të dinte që ekzistonte. Vera po vendosej ngadalë mbi veriun e Shqipërisë, kur lajmi filloi të përhapej. Fillimisht erdhi në mënyrë të qetë, siç ndodh zakonisht në qytete si Shkodra, përmes bisedave në kafene,
përmes vizitave familjare në mbrëmje dhe përmes rrjetit të vogël të familjeve që gjithmonë i kushtonin vëmendje lëvizjeve të njerëzve me emër dhe ndikim. Lajmi kishte të bënte me Dren Kodrën. Për disa vite, ai kishte kaluar shumicën e kohës jashtë vendit, duke zgjeruar investimet bujqësore të familjes dhe duke krijuar lidhje me partner ndërkombëtar. Vreshtat e tij pranë liçenit të Shkodrës dhe tokat e tjera në veri kishin vazhduar të funksiononin në mbikëqyrjen e njerëzve të besuar, por prania e tij personale në rajon kishte qenë e rrallë. Tani ai ishte kthyer, dhe më e rëndësishmja, ishte kthyer për të qëndruar. Brenda pak ditësh, filloi të qarkullonte edhe pjesa tjetër e lajmit, që e bënte këtë kthim të rëndësishëm. Dren Kodra kishte ndërmend të martohej. Në komunitete ku reputacioni i familjes dhe stabiliteti financiar ende kishin peshë në vendimet e jetës, një lajm i tillë përhapej shpejt. Një burr si Dren Kodra, i pasur, i respektuar dhe ende i pamartuar në fillim të 30-tave, ishte një mundësi që shumë familje nuk e shpërfillnin. Bisedat filluan të shfaqeshin në mënyrë të kujdesshme. Në kafene pranë qendrës së qytetit, burrat të moshuar e diskutonin ndërsa pinin kafen e mëngjesit. Në darka familjare, tema dilte mes pjatave. Nënat që kishin vajza në moshën e duhur, filluan të mendonin për mënyrën se si vajzat e tyre mund të viheshin re. Lajmi arriti në pronën e familjes Kelmendi brenda pak ditësh. Nexhmia e dëgjoi për herë të parë gjatë një vizite të një fqinje që ishte ndalur për kafe pasditeje. Ato ishin ulur në verandën që shikonte nga kopshti, ndërsa mbi tavolinë qëndronte një tabaka me filxhan të vegjël kafeje turke dhe disa biskota të bëra në shtëpi. Fqinja e përmendi lajmin pothuajse si një thashethem. Dren Kodra ishte kthyer. Ai tani po drejtonte bizneset e tij drejt për drejt nga rajoni. Dhe sipas disa burimeve të sigurta, ai po mendonte seriozisht për martesë. Nexhmia e dëgjoi pa ndërhyrje. Ajo bëri disa pyetje të vogla dhe pohoi me kokë ndërsa fqinja vazhdonte të fliste. Nga jashtë, duke i qetë, madje paksa e interesuar, por në mendjen e saj, llogarit kishin filluar tashmë. Atë mbrëmje, ajo thirri Rudinën dhe Dorinën në sallon. Biseda ishte e drejt për drejt. Ato folën për mbjedhjet familjare që mund të vinin, për ftesat e mundshme dhe për rëndësinë e paraqitjes së mirë në raste shoqërore ku mund të ndodheshin njerëz me ndikim. Nexhmia i shpjegoi këto gjëra në mënyrë praktike, jo romantike. Në mendjen e saj, martesa nuk ishte çështje ndjenjash, ishte një mundësi. Rudina dëgjoi me vëmendje. Ajo kishte qenë gjithmonë më e përmbajtur e disiplinuar nga dy motrat dhe e kuptonte çfarë priste nëna e saj. Dorina reagoi me më shumë entuziazëm. Ajo ishte rritur duke dëgjuar histori për njerëz të suksesshëm dhe familje të rëndësishme dhe ideja për të njohur dikë si Dren Kodra e ndezi menjëherë imagjinatën e saj. Përgatitjet filluan pothuajse menjëherë. Fustanet të reja u porositën nga një butik në qytet. Rudina rifilloi mësimet e pianos që i kishte lënë pas dërgjimër. Dorina filloi të shoqëronte Nexhmiën në vizita tek familje që njiheshin për organizimin e mbledhjeve shoqërore gjatë verës. Pamja dhe sjellja e tyre u diskutuan me kujdes. Si duhet të vishen, si të përshëndesnin mysafirët, si të silleshin në biseda. Shtëpia u bë më e gjallë me këto përgatitje. Arta e vuri re ndryshimin. Ajo pa kutitë e rrobave të reja që vinin nga qyteti dhe dëgjoi biseda për mbledhje ku ajo nuk ishte ftuar. Kur vinin mysafir, Rudina dhe Dorina thirreshin në sallon, ndërsa Arta qëndronte në kuzhinë duke përgatitur kafe apo rregulluar pjatat me ëmbëlsira. Kjo nuk ishte diçka e re. E re ishte urgjenca pas saj. Nexhmia kishte filluar të mendonte disa hapa të përpara. Në fillim, planet e saj kishin të bënin vetëm me Rudinën e Dorinën. Pastaj një pasdite, ajo vuri re diçka që ishte gjithmonë aty, por që papritur u kthye në problem. Arta. Kjo ndodhi gjatë një dreke familjare ku disa të afërmi kishin ardhur për vizitë. Tavolina ishte shtruar me kujdes në domën e ngrënjes, me pjata me mish të pjekur, perime, bukë të freskët dhe sallata të përgatitura që në mëngjes. Arta lëvizte qetësisht mes kuzhinës dhe dhomës së ngrënjes, duke sjell pjata dhe mbushur gotat ndërsa dreka vazhdonte. Një nga të ftuarit, një halle e largët që nuk ishte ardhur prej kohësh, e vështroi për disa çaste. Pastaj foli. Vajza e mentor Kelmendi është bërë një vajzë shumë e bukur. Fjala ishte e thjeshtë dhe e sinqertë.
por Nexhmia e dëgjoi diçka tjetër brenda saj. E vështroi Artën më me kujdes se sa e kishte parë prej muajsh. Flokët e errta të saj binin me kaçurila mbi shupa. Lëvizjet e saj ishin të qeta dhe të sigurta pas viteve që menaxhonte shtëpinë. Edhe mënyra se si mbante një tabaka apo fliste me mirësellësi nga mysafirët tregonte një dinjitet të qetë që nuk kishte nevojë për vëmendje për t'u vënë re. Për herë të parë, Nexhmia mendoi se sa lehtë kjo prani e qetë mund të tërhiqte vëmendjen e dikujt si dren kodra. Ky mendim e shqetësoi. Gjithçka që ajo kishte planifikuar për Rudinën dhe Dorinën, papritur u kthye në një element të paparashikuar. Arta nuk kishte provuar asnjëherë të konkuronte me motrat e saj, por nuk kishte nevojë të konkuronte. Prania e saj mjaftonte për të preshur ekuilibrin që Nexhmia kishte ndërtuar me kujdes. Kuptimi i kësaj u formua ngadalë në mendjen e Nexhmias. Një problem që mund të shkatronte vite planifikimi duhet largohej para se të shfaqej. Vendimi që erdhi pas kësaj nuk lindi nga anceri, ai lindi nga llogaritja, dhe ai vendim çoi drejt për drejt në mëngjesin e heshtur në kopësht, kur brishku preku flokët e Artës. 3 ditë pas mëngjesit në kopsht, Arta u nis nga prona e familjes Kelmendi për të kryer disa punë në qytet. Vendimi nuk ishte asgjë dramatike. Nexhmia i kishte dhënë një listë të vogël të palosur gjatë mëngjesit dhe i kishte treguar çfarë duhej të blinte në Shkodër. Një lloj i caktuar filli nga dyqani i tekstileve pranë pedonales, ilaç nga farmacia për kollën e vazhdueshme të Dorinës dhe bukë të freskët nga furra që Nexhmia preferonte gjithmonë. Ishin detyra të zakonshme. Arta e kishte bërë shumë herë më parë. Ajo u vesh thjesht atë mëngjes, duke zgjedhur një fund të errët dhe një bluzë me mëngë të gjata që e kishte hekurosur me kujdes një natë më parë. Para se të dilte nga dhoma e saj, lidhi një kapuç të hollë pambuku mbi kokë, duke e tërhequr pak përpara që fijet e shkurtra dhe të pabarabarta të flokëve të prerë të mbeteshin të fshehura. Kur u pa për një çast në pasqyrën e vogël mbi komodin, nuk u ndal gjatë. E rregulloi kapuçin edhe një herë, mori shportën e furrur që përdorte zakonisht për në qytet dhe zbriti poshtë. Kuzhina kishte erë kafeje të freskët dhe byreku të ngrohtë që kollin se kishte nxjerrë nga furra pak më parë. Gratë e tjera lëviznin qetësisht rreth tavolinës prej druri, duke përgatitur tabakanat e mëngjesit për familjen. Kur Arta hyri, kollin se pa vetëm një herë. Sytë e saj ndaluan për një çast te kapuçi dhe pastaj u larguan menjëherë me një kujdes të qetë. Ajo vendosi një copës buke të mbështjell dhe një trekëndësh të vogël djathi në shportën e Artës pa pyetur. Për rrugën, tha thjesht. Arta e falenderoi dhe doli jashtë. Rruga nga prona e familjes Kelmendi drejt Shkodrës përkulej butë mes fushave dhe shtëpive të vogla që kishin qëndruar aty për breza. Drita e mëngjesit binte mbi malet në largësi, ndërsa ajri ende mbante freskinë e natës. Arta ecte me hap të qëndrueshëm me shportën në krah. Për pjesën më të madhe të rrugës, ajo i mbajti mendimet e saj të qeta. Puna e kishte ndihmuar gjithmonë të përballonte ndjenjat e vështira dhe ajo ju qas këtij mëngjesi me të njëjtin përqendrim praktik që i jepte çdo detyrë tjetër në jetën e saj. Do t'i kryente blerjet, do të kthehej para mesditës, puna në shtëpi do të vazhdonte si zakonisht. Kur ndërtesat e para të Shkodrës u shfaqën përgjatë rrugës, zhurma e qytetit filloi të zvendësonte qetësinë e fshatit. Zëra vinin nga kafenet ku burrat kishin filluar të pinë kafen e mëngjesit. Bicikleta kalonin përgjatë rrugëve të ngushta. Dyqangjinjt hapnin kamatet prej druri, ndërsa vendosnin mallrat përpara dyqaneve. Arta hyri në zonën e pedonales dhe lëvizi qetësisht mes dyqaneve që i njihte mirë. Dyqani i tekstileve ishte ndalesa e parë. Ajo kërkoi fillin që Nexhmia kishte shkruar në listë dhe priti ndërsa shitësi kërkonte në raftet pas banakut. Më pas shkoi në farmaci, ku një ndihmës i ri mbështolli një shishe të vogël ilaçi për koll në letër kafe përpara se ta vendoste me kujdes në shportën e saj. Ndalesa e fundit ishte furra e bukës. Aroma e bukës së sapo pjekur mbushte dyqanin e ngushtë, i ngrohtë dhe i qetë. Arta bleu 2 bukë, falenderoi furtarin dhe doli përsëri në rrugë. Në atë kohë mëngjesi ishte bërë më i gjallë. Njerëzit lëviznin në të 2 drejtimet në shesh, ndërsa makina dhe furgon furnizimi kalonin ngadalë në rrugët përreth. Arta u drejtua nga rruga që do ta çonte përsëri drejt fshatit. Sa po arriti në skajin e sheshit, trafiku përpara u ngadalsua papritur.
Një karrocë furnizimi ishte ndalur në mënyrë të sikletshme pranë një këndi, duke bllokuar një korsi, ndërsa shoferi përpiqej të rregullonte ngarkesën në pjesën e pasme. Makinat u rreshtuan pas saj, pritnin me durim derisa problemi i vogël të zgjidhej. Mes tyre ishte një makinë e zezë që ishte ndalur pranë bordures. Arta u tërhoq pak anash për t'i lënë vend makinave, duke rregulluar ripin e shportës në krah. Pastaj u ngrit koka. Xhami i makinës ishte ulur. Pas timonit ishte një burr që ajo e njohi menjëherë. Dren Kodra. Për një çast të shkurtër asnjëri nuk foli. Kujtimi nga kopshti u kthye menjëherë në mendjen e tij. Figura e vajzës së gjynjëzuar mbi gur, lotët e heshtur, refuzimi për t'u përkulur apo për t'u lutur. Tani e njëjta vajzë qëndronte para tij në një rrugë të mbushur me njerëz në Shkodër, e veshur thjesht, me një shport ku duken bukë dhe paketa të vogla të mbështjella me letër. Kapuçi mbulonte shumicën e flokëve të saj, por nuk mund të fshihte qetësinë e shprehjes së saj. Sytë e tyre u takuan një çast. Një sekond. Pastaj edhe një tjetër. Arta nuk buzëqeshi, nuk duke jetur turpëruar apo nervoze. Ajo thjesht e pranoi praninë e tij ashtu siç pranon një udhëtar tjetër në rrugë. Pastaj uli shikimin përsëri, kaloi përpara makinës dhe vazhdoi të ecte drejt anës tjetër të sheshit. Nuk u kthye për të parë pas. Dreni qëndroi aty edhe për një moment tjetër, edhe pasi karroca e furnizimit ishte zhvendosur dhe makinat përpara kishin filluar të lëviznin. Ai vendosi makinën në marsh dhe vazhdoi përpara, por takimi mbeti në mendjen e tij shumë kohë pasi u largua nga sheshi. Atë mbrëmje, gjatë një bisede të qetë me njërin nga menaxherët e pronës së tij, ai bëri një pyetje që dukej rastësisht në sipërfaqe. Ai përmendi pronën e familjes Kelmendi jashtë qytetit. Pyeti kush jetonte aty tani. Menaxheri u përgjigj menjëherë. Nexhmia Kelmendi, Evia e mentor Kelmendit, 2 vajzat e saj, dhe vajza e njërkës, Arta. Dreni dëgjoi me kujdes. Për herë të parë, që nga mëngjesi në kopsht, dikush me ndikim të vërtet kishte filluar të vërente të vërtetën që fshihej brenda asaj shtëpie. Ftesa mbërriti në pronën e familjes Kelmendi në një pasdite të ngrohtë në fillim të qershorit. Një shofer nga rezidenca e Dren Kodrës e dorëzoi personalisht, duke ja dhënë zarfin e vulosur njërit prej punonjësve të shtëpisë para se të largohej sërish pa ceremoni. Fjala u përhap shpejt nëpër shtëpi. Letra të tilla rrallë mbërrinin pa ndonjë arsye të rëndësishme. Nexhmia e hapi në dhomën e pritjes me durimin e kujdesshëm që ajo përdorte gjithmonë kur lexonte diçka të rëndësishme. Rudina dhe Dorina qëndronin pranë saj, duke vëzhguar fytyrën e saj ndërsa ajo lexonte. Takimi do të zhvillohej në rezidencën Buzliqenit të Dren Kodrës, pranë liçenit të Shkodrës. Familje nga shtëpi të respektuara në të gjithë rajonin ishin ftuar. Mbrëmja do të përfshinte darkë, muzikë dhe biseda mes të ftuarve që konsideroheshin shoqëri e përshtatshme. Ftesa lejonte qartë që familjet të sillnin vajzat e tyre. Nuk thuaj se mbrëmja ishte organizuar për të zgjedhur një nuse, por të gjithë e kuptonin qëllimin. Për Nexhmien, letra konfirmonte gjithçka për të cilën ajo kishte kohë që përgatitej. Ajo e palosi letrën përsëri ngadalë dhe e vendosi në zarf ndërsa mendja e saj filloi të rregullonte hapat e ardhshëm. Përgatitjet filluan menjëherë. Fustani i Rudinës u zgjodhi pari. Nexhmia zgjodhi një pëlhur ngjyrë fildishi të zbehtë që i përshtatej pamjes së saj të qetë dhe të përmbajtur. Rroba qepses në qytet i u dhan udhëzime të rrepta për prerjen dhe gjatësinë. Dorina mori një fustan në ngjyrë ari të butë. Vetbesimi i saj e lejonte të mbante mirë ngjyrat më të ndritshme dhe Nexhmia besonte se ishte e mençur të përdorej forca natyrore e secilës vajzë. Për disa mbrëmje para takimit, Rudina praktikoi pjesë pjaroje që mund t'i kërkoheshit të luante nëse do të linte rasti. Dorina praktikoi biseda të sjellshme me nënën e saj, duke ushtruar mënyrën se si t'u përgjigjej pyetjeve me siguri, pa u dukur tepër e etur. Gjithçka ishte planifikuar me kujdes. Vetëm një person në shtëpi mbeti jashtë këtyre përgatitjeve. Arta. Asnjë fustan nuk u porosit për të. Asnjë përmendje e mbledhjes nuk u bë në praninë e saj. Arta mësoi për ngjarjen në të njëjtën mënyrë si kishte mësuar për shumë gjëra gjatë viteve të fundit, përmes fragmenteve të vogla të bisedave dhe ndryshimit të qetë të atmosferës që mbushte shtëpinë kur po organizoi diçka e rëndësishme.
Ajo dëgjoi Dorinën duke diskutuar pëlhura me Rrobaqepsen që kishte ardhur për të marrë masat. Pa kutit me këpucë dhe doreza që mbërrinin nga qyteti, por askush nuk ja shpjegoi asgjë. Një mbrëmje, Abigail, shërbëtorja e re që ndihmonte në dhomat e katit të sipërm, trokiti dheft në derën e artës duke mbajtur një tabakat të vogël me çaj. Ata po përgatiten për një mbledhje të madhe, tha ajo me zë të ulët, ndërsa vendosi filxhanin mbi tavolinë. Arta tundi kokën. E di. Abigail hezitoi para se të fliste sërisht. Të gjithë po shkojnë, tha ajo. Ti jo. Arta uli shikimin drejt çajit në duart e saj. Kjo duket e mundshme, u përgjigja ajo me qetësi. Mbrëmja e takimit mbërriti në një të premte të kthjellët. Në pronën e familjes Kelmendi, shtëpia ishte jashtëzakonisht e gjallë gjatë pasdites së ngrohtë. Rudina dhe Dorina po visheshin në dhomat e tyre, ndërsa Nexhmia lëvizte mes tyre duke rregulluar detaje me kujdes të madh. Era e parfumit përzihej me aromën e lehtë të lakut për flokë dhe pëlhurave të hekurosura. Kutitë e xhuxhikleve hapeshin dhe mbylleshin mbi tavolinat e tualetit, ndërsa pasqyrat reflektonin fustanet dhe flokët e rregulluar me kujdes. Arta kaloi të njëjtën pasdite në krahun lindor të shtëpisë. Atë mëngjes, Nexhmia e kishte dhënë udhëzime pa e parë drejt për drejt i Artës. Dhomat e miqve duhej të pastroheshin, qilamët duhej të nxirreshin jashtë dhe të rriheshin për të hequr pluhurin. Çarçafët në dollapët duhej të zëvendësoheshin para se të mbërrinin vizitorët e ardhshëm. Këto punë ishin bërë më herët gjatë vitës së fundit, por udhëzimet mbetën. Arta veshi rrobat e punës dhe filloi punën pa protestuar. Nushulli i përgatitjeve vinte zbeht nga pjesa kryesore e shtëpisë, ndërsa ajo ngrinte qilamët nga dyshemet dhe i çonte jashtë në obor. Pluhuri ngrihej në ajër sa herë që ajo i godiste mbi parangun e drurit. Kur rrotat e karrocës më në fund kaluan mbi zhvarrin e rrugës së hyrjes pak pas orës 7, ajo ndaloi një moment pranë dritares së hapur. Dera e karrocës u mbyll. Zërat folën shkurt jashtë. Pastaj kuajt filluan të lëviznin përgjatë rrugës drejt qytetit. Zhurma zbuti gradualisht. Arta qëndroi e pa lëvizshme për një moment më gjatë. Pastaj u kthyeti puna që e priste brenda. Ndërkohë, në rezidencën Buzliqenit të Dren Kodrës, mbledhja kishte ashtu që filluar. Prona ndodhej pranë bregjenit të liçenit të Shkodrës, ku drita e mbrëmjes reflektoi mbi ujë në shirita të gjatë ari. Fener ishin vendosur gjatë shtigjeve të kopshtit, ndërsa muzika vinte butësisht nga terraca e hapur. Të ftuarit mbërrinin në intervale të rregullta. Familjet përshëndeteshin me njohje të sjellshme. Bisedat formoheshin rreth tavolinave të shtruara me verë, ullinj, bukë të pjekur dhe pjata të vogla me peshk të përgatitur nga stafi i kuzhinës. Atmosfera mbeti elegante por e qetë, më shumë si një mbledhje vere e organizuar me kujdes sesa një ballo formale. Ftesa lejonte qartë që familjet të sillnin vajzat e tyre. Rudina dhe Dorina mbërritën me Nexhmien pak më vonë se perëndimi i diellit. Ato hynë në kopsht me vetbesimin e qetë që Nexhmia u kishte mësuar dhe disa të ftuar u kthyen për të vërejtur ardhjet e reja, ofruan përshëndetje të sjellshme ndërsa bëheshin prezantimet. Në anën tjetër të terracës, Dren Kodra lëvizte mes të ftuarve me vëmendje të qetë. Ai fliste me secilin të ftuar, duke dëgjuar më shumë se sa fliste, duke vëzhguar në heshtje ndërsa mbrëmja e zhvillohej. Shumë vajza të reja ishin sjell nga familjet e tyre, secila e veshur me kujdes për rastin. Por Dreni e shihte mbrëmjen me durimin e një burri që nuk ndihej i nxituar. Pas një ore të parë, ai hyri për pak brenda shtëpisë, ku njëri nga ndihmësit e tij qëndronte pranë një tavoline të vogël, duke mbajtur regjistrin e të ftuarve. Dreni hodhi një vështrim të ngadalë në listë. Më shumë familja i njihte dëgja nga reputacioni. Kur arriti tek emri Kelmendi, ai ndaloi. Regjistrimi përmendte 3 vajza, por vetëm 2 ishin prezantuar në kopsht. Ai ngriti kokën. Shtëpia Kelmendi, tha ai qetësisht ndihmësit. Këtu janë të shënuara 3 vajza. Po, u përgjigj ndihmësi. Vetëm 2 janë këtu. Ndihmësi hezitoi. Mund të pyes, tha ai. Disa minuta më vonë, ai u kthye me përgjigjen. Vajza e tretë kishte mbetur në shtëpi për të menaxhuar punët e shtëpisë, ndërsa të tjerët merrnin pjesë në mbledhje. Dreni dëgjoi pa i ndërprer.
Pastaj ai doli përsëri në terracë. Muzika kishte ndaluar ndërsa të ftuarit lëviznin mes tavolinave dhe bisedat e mbrëmjes u qetësuan pak. Lëvizja e tij tërhoqi vëmendjen e qetë në të gjithë kopshtin. Ai foli qartë por pa ngritur zërin. Dua të falenderoj të gjithë ata që pranuan ftesën sonte. Bisedat rrethore u zbutën ngadalë në heshtje. Kam pasur kënaqësinë të takoj shumë njerëz interesant këtë mbrëmje. Ai bëri një pauzë të shkurtër. Por kam mësuar se një person që duhet të ishte këtu nuk është i prezent. Disa të ftuar shkëmbyen shikime të habitur. Dreni vazhdoi qetësisht. Më është thënë se një vajzë e familjes Kelmendi ka mbetur në shtëpi sepse ishte përgjegjëse për punët e shtëpisë, ndërsa të tjerët merrnin pjesë në mbledhje. Një murmuritje kaloi nëpër turm. Besoj se një person që merr përgjegjësi ndërsa të tjerët marrin pjesë në festime, meriton të takojë të njëjtin respekt. Ai shikoi mbi turmën. Për të gjitha këto arsye, sonte nuk do të marr asnjë vendim. Heshtja mbajti terracën për disa sekonda. Para të gjitha shtjerash, përfundoi ai qetësisht. Kam një të mjendaj ndak në mtak tha ngruan që punoi ndërsa të gjithë të tjerët erdhën këtë mbledhje. Reagimi përshkoi nëpër turm si një erë e papritur. Pëshpëritja u ngritën në të gjithë kopshtin, ndërsa kuptimi i fjalëve të tij filloi të kuptohej nga turma. Mëngjesi pas mbledhjes pranë liçenit filloi i qetë në pronën e familjes Kelmendi. Shtëpia u zgjua ngadalë, si zakonisht. Kuzhina u mbush nga aromën e kafes të freskët, bukës që ngrohej në furrë dhe zhurmën e lehtë të enëve që vendoseshin për mëngjes. Jashtë, kopshti ende mbante freskinë e natës dhe një mjegull e hollë që ndronte mbi fushat që shtrieshin drejt kodrave në largësi. Arta kishte më shumë se një orë zgjuar. Ajo kishte kontrolluar tashmë magazinën e ushqimeve dhe kishte rishikuar librat e llogarive të shtëpisë, të cilat Nexhmia rrallëherë shqetësohej t'i shihte vetë. Regjistri ishte i hapur mbi tavolinën e vogël prej druri pranë dritares së kuzhinës, ndërsa Arta po kopjonte me kujdes disa shifra në një kolon të re me shkrimin e saj të rregullt. Përqendrimi në punë e qetësonte. Jeta në atë shtëpi e kishte mësuar se rregulli në gjërat e vogla shpesh ndihmonte për të përballuar pasiguri më të mëdha. Ajo sapo kishte mbyllur librin e llogarive kur zhurma e një makine që afrohej te porta e përparme prishi qetësinë e mëngjesit. Vizitorët në atë orë ishin të rrallë. Një nga shërbëtorët më të rinj kaloi oborrin për të hapur portën ndërsa Collins doli te dera e kuzhinës, duke fshirë duart në një pecet ndërsa shikonte makinën që hynte ngadalë në rrugicën e shtëpisë. Ishte një makinë e errët, e pastër dhe e dallueshme për elegancën e saj. Arta mbeti ulur për një moment, ende pa e kuptuar vëmendjen që po mblidhej jashtë. Pastaj Collins u kthye nga ajo. Ka dikush që po të kërkon, tha ajo me zë të qetë. Arta ngriti syt, e habitur. Mua? Collins pohoi me kokë. Të kërkoj me emër. Një zarf i vogël ishte sjell tashmë brenda. Collins ia zgjati Artës pa thënë asgjë. Letra ishte e trashë dhe shkrimi i dorës ishte i pastër dhe i vendosur. Mesazhi ishte i shkurtër. Dren Kodra kërkonte nderin të takonte zonjushën Arta Kelmendi atë mëngjes, nëse ajo pranonte ta priste. Arta e lexoi fjalët një herë, pastaj edhe një herë. Kuzhina ishte bërë çuditërisht e heshtur, edhe shërbëtorët që zakonisht lëviznin shpejt nëpër punët e mëngjesit, dukej sikur kishin dalur pa e kuptuar. Arta e palosi letrën me kujdes. Do ta pres, tha ajo. Takimi nuk u zhvillua në sallonin formal. Ajo dhomi përkiste Nexhmies dhe zakonisht përdorej për mysafirët që vinin të flisnin me të. Në vend të saj, Arta zgjodhi sallonin e vogël në pjesën e përparme të shtëpisë që shikonte nga kopshti. Ishte një dhomë më e thjeshtë, me 2 koltuqe, një tavolinë të ngushtë prej druri prej dritares të madhe që e mbushte hapësirën me dritën e mëngjesit. Ajo ndërroi rrobat dhe veshi një fustan blu të errët që e kishte hekuruar me kujdes një natë më parë. Flokët e saj, ende të shkurtër nga prerja disa javë më parë, kishin filluar vetëm pak të rriteshin, duke treguar formën natyrale të kokës. Ajo mendoi për një moment të vendoste një shami, pastaj vendosi të mos e bënte. Kur dreni hyri në dhomë disa minuta më vonë, ai ndaloi për një çast pranë derës. Për një moment asnjëri nuk foli. Ai e kishte parë 2 herë më parë.
njëherë në kopsht gjatë poshtërimit të saj dhe njëherë shkurt në sheshin e mbushur me njerëz në Shkodër, por ato momente kishin të largëta dhe të paplota. Tani ai qëndronte vetëm disa hapa larg. Arta e priti shikimin e tij me qetësi. "Mirëmëngjes", tha ajo. "Mirëmëngjes", u përgjigj ai. Ai hoqi pallton dhe vendosi me kujdes në shpinën e një karrige para se të ulej përballë saj. Sekondat e para kaluan në një heshtje që nuk ishte e pakëndshme. Pastaj dreni foli. "Doja të kërkoja falje." Arta nuk u përgjigj menjëherë. "Në kopsht", vazhdoi. "E pash çfarë ndodhi atë mëngjes. Nuk bër asgjë." Fjalët u than pas bukurime. Arta e pa me vëmendje të qetë. "Nuk më njihje", tha ajo pas një momenti. "Kjo është e vërtet." Por e pe që ishte diçka që nuk duhet të ndodhte. Ai pohoi me kokë. "Po." Ajo i vështroi për një çast, sikur po peshonte sinqeritetin e fjalëve të tij. "Nuk do ta kishe ndryshuar", tha ajo me qetësi. "Vendimi ishte marrë para se të vinte ti." "Ndoshta", aprovoi ai. "Por heshtja gjithsesi ka peshë. Biseda mund të kishte mbaruar aty." Në vend të kësaj, Arta u mbështet lehtë në koltuk, me një qëndrim të qetë dhe të vëmendshëm. E vlerësoi faljen, dhe me atë fjali, tensioni mes tyre u zbut. Biseda kaloi ngadalë në tema më të zakonshme. Dreni e pyeti për pronën, Arta shpjegoi si funksiononte shtëpia, si menaxhoheshin furnizimet dhe si ndaheshin detyrat me stafit në pjesë të ndryshme të shtëpisë. Ai dëgjonte me interes të vërtet. Shumë njerëz mendonin se dikush që merrej me punët e shtëpisë nuk dinte shumë për tejmureve, por Arta fliste me një kuptim praktik për përdorimin e tokës, për rrotullimin e të mbjellave në fermat përreth dhe për vështirësitë që fermerët lokal përballonin gjatë verave të thata. Ajo përmendi edhe disa libra që kishte lexuar për menaxhimin e tokës, të hudhuar nga biblioteka e vogël publike në Shkodër. Dreni vuri re qartësinë e mendimit në mënyrën se si ajo fliste. Ajo nuk nxitej të fliste, por kur e bënte, idetë e saj kishin një qartësi dhe logjik të qetë. Biseda zgjati pothuajse një orë. Asnjëri prej tyre nuk e vuri re si kaloi koha. Kur dreni më në fund u ngrit për t'u larguar, dielli kishte dalë më lart mbi tremët e kopshtit. "Do të doja të vija përsëri", tha i thjesht. Arta pohoi me kokë. "Mund të vish." 4 ditë më vonë ai erdhi përsëri. Takimi i dytë zgjati më shumë. Ata ecën ngadalë në përshtigjet e kopshtit duke folur për fshatrat përreth dhe për bizneset e vogla që mbanin gjallë ekonominë e zonës. Arta tregoi se si familje të ndryshme mbështeteshin në punë sezonale dhe se shumë të rinj largoheshin nga vera për të kërkuar mundësi dikund tjetër. Dreni dëgjonte me kuriozitetin e një njeriu që po mësonte një vend që mendonte se e njihte ashtëm. Vizita e tretë erdhi vetëm disa ditë më pas. Deri atëherë, stafi i shtëpisë ishte mësuar të shihte makinën e tij. Nexhmia vështronte gjithçka nga një distancë me një shprehje të kontrolluar çdo herë që ai mbërrinte. Por vëmendja e drenit mbeti tek bisedat e qeta që vazhdonin mes tyre. Ajo që kishte filluar si një vizitë vetme, filloi të bëhej një habit. Një njohje e kujdesshme filloi të marrë formë, e ndërtuar jo me gjeste të mëdha apo deklarata dramatike, por mbi biseda të qeta dhe respekt të njësjellshëm. Çdo takim zbulonte një shtresë tjetër mirëkuptimi mes tyre, dhe me çdo rikthim të tij, bëhej gjithsesi e më e qartë se diçka e rëndësishme kishte filluar. Vera kaloi qetësisht mbi kodrat e veriut, ndërsa javët rrithnin pas vizitës së parë të drenit në pronën e familjes Kelmendi. Ajo që kishte filluar si një takim i papritur, ngadalë u kthye në një zakon që shtëpia nuk mund ta injoronte më. Dreni filloi të vinte rregullisht. Ndonjëherë mbërrinte në mëngjes vonë, pasi kishte përfunduar punët në pronën e tij pranë liçenit. Herë të tjera vinte pasdite, kur drita e butë binte mbi shtigjet e kopshtit dhe ajri mbante aromën e barishteve që rriteshin pranë mureve të gurta. Çdo vizitë kishte të njëjtin ritëm të qetë. Ai ulej me Artën në sallonin e vogël përpara shtëpisë ose shëtiste me të nëpër kopsht. Flisnin për zonën, për mënyrat e punimit të tokës rreth liçenit të Shkodrës, për libra dhe për mënyrën si jeta e familjeve në veri po ndryshonte ngadalë.
Bisedat e tyre nuk kishin nxitim dhe asnjëri nuk përpiqej të mbushte heshtjet që ndonjëherë shfaqeshin mes fjalëve. Besimi u ndërtua ngadalë. Arta kishte kaluar shumë vite duke mësuar të mos priste mirësi nga njerëz që kishin pushtet mbi jetën e saj. Edhe kur sjellja e Drenit mbeti e qëndrueshme dhe e respektueshme, një pjesë e saj vazhdonte të vëzhgonte me kujdes, duke matur nëse kjo vëmendje ishte e vërtet apo vetëm kalimtare. Por koha shpesh e tregon të vërtetën më qartë se çdo premtim. Dreni u kthye përsëri dhe përsëri me të njëjtën durim. Ai dëgjonte kur ajo fliste, mbante mend detaje nga bisedat e mëparshme dhe i trajtonte mendimet e saj me të njëjtin seriozitet që u jepte vendimeve të tij në biznes. Edhe stafi i shtëpisë Kelmendi e ndjeu ndryshimin në atmosferë. Collins i vëzhgonte vizitat me një kënaqësi të qetë që nuk përpiqej ta fshihte. Abigail shpesh gjente arsye për të kaluar në korridorin përpara sa herë që makina e Drenit shfaqej në oborr. Kurioziteti i saj i gjallë, por i pafajshëm. Neçmia i vëzhgonte të gjitha nga një distancë më e madhe. Fytyra e saj mbeti e qetë sa herë që Dreni mbërrinte, por kontrolli i kujdesshëm që ajo ruante filloi të dukej i tendosur. Vëmendja që dikur dukej se do t'i përkiste Rudinës dhe Dorinës, tani po drejtohej në një drejtim krejt tjetër. Kaluan 3 muaj. Në fillim të shtatorit, ajri pranë riqenit kishte filluar të freskohej pak në mbrëmje dhe kodrat përreth Shkodrës mbanin shenjat e para të ngjyrave të vjeshtës. Në një nga ato pasdite, Dreni e ftoi Artën të shëtiste me të përgjatë shtegut që kalonte mbi liçenin e Shkodrës pranë rezidencës së tij. Liçeni shtrihej i gjerë dhe i qetë poshtyre, duke pasqyruar qiellin e zbehtë blu, ndërsa disa varka të vogla peshkimi lëviznin ngadalë në largësi. Era sillte aromën e ujit dhe kallëmishteve dhe qetësia e vendit e bënte bisedën të dukej më e menduar. Ata ecën krah për gjatë rrugës me zhavor. Për një kohë të gjatë, asnjëri nuk foji. Më në fund, Dreni ndaloi pranë një muri të ulët prej guri që shikonte mbi ujë. Arta u kthye nga ai, duke ndjerë ndryshimin në mënyrën e tij. Kam menduar diçka prej kohësh, tha ai. Zëri i tij ishte i qetë, pa tonin dramatik që shpesh shoqëron momente të tilla. Arta priti. Kur erdha për herë të parë në pronën e familjes Kelmendi, 3 muaj më parë, kisha në mend të korrigjoja diçka që më dukej e padrejtë, por gjatë këtyre javëve kam kuptuar diçka më të rëndësishme. Ai hodhi një vështrim mbi liçen për një moment dhe pastaj e pa përsëri. Arta, ti je një person tek i cili unë besoj, dikush që mendon me kujdes dhe që e bën jetën time më të mirë thjesht duke qenë pjesë e saj. Fjalët ishin të thjeshta por të forta. Do doja që ta ndanim jetën bashk. Ai ndaloi për një çast të shkurtër dhe pastaj vazhdoi. Arta, a do të martohesh me mua? Për një moment heshtja mbi liçen u duk edhe më e thellë. Arta nuk u përgjigj menjëherë. Mendimet e saj kaluan në përkujtimet që kishin formuar vitet e jetës së saj. Kopshti ku flokët e saj kishin rënë në gur, mëngjeset e gjata të punës që askush nuk i vërente në shtëpi, ndjesia e të qenit e padukshme në shtëpinë e saj. Pastaj mendoi për 3 muajt që sapo kishin kaluar. Bisedat e qeta, durimin e Drenit, respektin e thjesht që ai i kishte treguar pa kërkuar asgjë në këmbim. Kur më në fund foli, zëri i saj ishte i qëndrueshëm. Po, Dreni e mori dorën e saj me butësi. Nuk pati duar trokitje, nuk pati dëshimtar, nuk pati ndonjë festë të madhe në atë moment. Vetëm siguria e qetë se diçka e rëndësishme sapo ishte vendosur. Lajmi i fejesës së tyre u përhap në gjithë rajonin brenda disa ditësh. Në vende si Shkodra, lajmet për familje të njohura udhëtojnë shpejt përmes kafeneve, tregjeve dhe bisedave të qeta mes fqinjve. Ideja që Dren Kodra kishte zgjedhur Artën e familjes Kelmendi i habiti shumë njerëz që prisnin një përfundim krejt tjetër. Por surpriza nuk përfundoi aty. Para se fejesa të shpallohej publikisht, Dreni i kërkoi avokatëve të tij të shqyrtonin situatën ligjore të pronës së familjes Kelmendi. Kërkesa nuk ishte bërë nga zemërimi, por me të njëjtën vëmendje të kujdesshme që ai i kushtonte çdo çështjeje të rëndësishme. Hetimi zbulai një patern që ishte ndërtuar në heshtje për disa vite.
Pas vdekjes së mentor Kelmendi, prona mbeti nën menaxhimin e Nexhmijes, ashtu siç kërkonte testamenti. Në letër, çdo udhëzim ishte ndjekur. Artës i sigurohej ushqim, veshje dhe një vend për të jetuar, por detajet tregonin një histori tjetër. 2 kërkesa oficiale për martesë ishin refuzuar pa dinjen e Artës. Dokumentet financiare tregonin se gati çdo investim në arsimim apo mundësi shoqërore ishte drejtuar drejt Rudinës dhe Dorinës, ndërsa roli i Artës në shtëpi mbeti vetëm punë dhe përgjegjësi. Asgjë në dokumente nuk ishte kundër ligjit. Megjithatë, modeli ishte i qartë. Informacioni filloi të qarkullonte në heshtje mes familjeve që i kushtonin vëmendje këtyre gjërave. Askush nuk bëri akuza publike, por në komunitete ku reputacioni ka peshë, njerëzit nxjerrin vetë përfundimet e tyre. Ftesat që dikur mbërrinin rregullisht në pronën e familjes Kelmendi filluan të paksoheshin ngadalë. Vizitat shoqërore rralliteshin. Bisedat në kafene ndryshonin ton sa herë përmendej emri i Nexhmijes. Pozicioni i saj në rajon nuk u rrëzua menjëherë. Ai u zbeh ngadalë si një ndërtesë që humbet themelet pak nga pak. Strategjia që ajo kishte ndërtuar për vite, duke kontrolluar të ardhmen e Artës ndërsa ngrinte vajzat e saj, ishte shpërbërë në një mënyrë që ajo nuk e kishte parashikuar, dhe nuk kishte më asgjë që mund ta rindërtonte. Dasma u zhvillua në një mëngjes të kthjellët tetori në Shkodër. Vjeshta ishte vendosur butësisht mbi qytet. Ajri mbante freskinë që vjen pas vapës së gjatë verës dhe malet përreth dukeshin të qarta e blu në qiellin e hapur. Gjethet e pemëve të larta përgjatë rrugëve kishin filluar të merrnin ngjyrë të artë dhe të bakërt, duke rënë ngadalë mbi kaldrëmet e qytetit. Ceremonia u mbajt në një kishë të vogël pranë qendrës. Nuk ishte një festë e madhe për të mahnitur gjithë rajonin. Dreni nuk ishte qenë kur një njeri që kërkonte të tregonte pasurinë e tij me madhështi, dhe Arta nuk ishte dëshirë për një spektakël të tillë. Mbledhja pasqyronte karakterin e të dyve, e qetë, e respektueshme dhe e sinqertë. Brenda kishës, drita e mëngjesit kalonte përmes dritareve të larta dhe binte mbi bankat prej druri. Aroma e drurit të lustruar dhe e qirinjve mbushte hapësirën ndërsa disa mysafirë të hershëm flisnin me zë të ulët pranë hyrjes. Collins mbriti ndër të parat, e veshur me pallton e saj më të mirë të errët. Ajo u ul pranë pjesës së përparme të kishës me duart e mbledhura qetësisht, duke fshehur emocionin e thellë që mbante brenda. Abigail u ul pranë saj, duke mos mundur të fshehte entuziazmin ndërsa shikonte përreth kishës dhe vërente çdo detaj. Mysafirët filluan të mbërrinin ngadalë nga zona të ndryshme, fqinj, bashkëpunëtorë në biznes dhe disa familje që kishin njohur Kelmendët për shumë vite. Përshëndetjet ishin të ngrohta, por të përmbajtura, ashtu si njerëzit në veri shpesh tregojnë respekt në momente të rëndësishme. Dreni qëndronte pranë altarit duke folur shkurt me priftin, kur dera e kishës u hap përsëri. Arta hyri ngadalë në krahun e mikut më të vjetër të babait të saj, i vetmi burr që kishte mbetur pranë saj gjatë gjithë viteve që nga fëmijëria. Rruga e gjatë e korridorit dukej më e gjatë se zakonisht, ndërsa ata filluan të ecin drejt altarit. Fustani i saj ishte i thjesht, por elegant, prej një pëlhure të bardhë të butë që lëvizte lehtë me çdo hap. Një jakë holl dantele qëndronte mbi shpatullat e saj dhe mëngët binin qetë deri te kyçet. Flokët e saj kishin filluar të rriteshin që nga mëngjezi në kopsht muaj më parë, megjithse mbeteshin ende të shkurtër krahasuar me kaçurelat e gjata që kishte pasur dikur. Fijet e flokëve rrethonin butë fytyrën e saj, dhe disa lule të vogla të bardha ishin vendosur me kujdes mes tyre. Kur ishte parë në pasqyra të mëngjes, ajo kishte qëndruar për një moment të gjatë duke e vështruar veten. Pastaj kishte tundur kokën lehtë dhe kishte thënë qetë se gjithçka dukej siç duhej. Ndërsa ecte përgjatë korridorit, bisedat e qeta në kish u shuan. Dreni u kthye për ta parë. Për herë të parë që nga ardhja e mysafirëve, shprehja në fytyrën e tij ndryshoi në një mënyrë që tregonte diçka më të thellë se thjesht mirësjellje. Në sytë e tij kishte një siguri të qetë, sikur momenti që po ndodhte përpara tij të ishte diçka që ai e kishte ditur prej kohësh. Arta arriti te altari dhe burri që e shoqëronte ja vendosi dorën butësisht në dorën e Drenit. Ceremonia vet ishte e shkurtër.
Prifti foli për partneritetin, për përgjegjësinë dhe për kuptimin e ndërtimit të një jete së bashku. Zëri i tij këmbonte lehtë në kishën e vogël, ndërsa fjanët përhapeshin në përdhom. Kur erdhi momenti për betimet, zëri i Artës ishte i qëndrueshëm. Ajo nuk foli me emocionet e egzageruara. Fjalët e saj dolën me të njëjtën sinqeritet të qetë që udhëhoqi çdo vendim të rëndësishëm në jetën e saj. Dreni u përgjigj në të njëjtën mënyrë. Premtimet e tyre ishin të thjeshta dhe të drejtë për drejta, ndërtuar mbi respekt të ndërsjellët dhe jo mbi deklarata madhështore. Kur prifti në fund i shpalloi burr dhe grua, një ngrohtësi e qetë u përhap në të gjithë kishën. Duar tërtite të buta u dëgjuan nga mysafirët, të ndjekura nga buzëqeshje dhe urime të sinqerta ndërsa ceremonia përfundoi. Festimi u zhvillua më pas në rezidencën e Drenit pranë liçenit të Shkodrës. Tavolina të gjata ishin vendosur në kopshtin që shikonte nga uji. Dielli i pasdites reflektonte mbi sipërfaqen e liçenit, ndërsa mysafirët mblidheshin rreth pjatave me ushqime tradicionale të përgatitura nga kuzhina e shtëpisë. Në tavolina ishin tepsi me byrek me gjath dhe spinaq, mish lanji të pjekur me erza të freskëta, pjata me ullinj dhe domate nga fermat përreth dhe shparta me bukë të ngrohtë. Verë nga vreshtat e zonës mbushej në gota të vogla, ndërsa bisedat kalonin lehtë nga një grup në tjetrin. Atmosfera ishte e qetë dhe e sinqertë. Arta lëvizte mes mysafirëve me një siguri natyrale, duke përshëndetur secilin me ngrohtësinë që kishte qenë gjithmonë pjesë e karakterit të saj, edhe kur pak njerëz e kishin vënë re. Dreni e vështroi disa herë gjatë pasdites. Ai vuri re mënyrën si ajo dëgjonte me kujdes kur të tjerët flisnin, si falenderonte personalisht stafin e kuzhinës për punën e tyre, dhe autoritetin e qetë që dukej se shoqëronte kudo. Më vonë atë mbrëmje, ndërsa mysafirët filluan të largoheshin ngadalë, Arta qëndroi për një moment pranë skajit të kopshtit duke parë liçenin. Era lëvizte butë mes kallamishteve përgjatë bregut. Dreni u afrua pranë saj. "E je lodhur?" e pyeti me zë të ulët. "Pak," tha ajo, "por është një lodhje e mirë." Ai buzëqeshi. Jeta e tyre e përbashkët filloi në ditët që pasuan. Arta ju afrua rolit të saj të ri në shtëpinë Kodra me të njëjtën zgjuarsi praktike që dikur e kishte mbajtur në këmbë pronën e familjes Kelmendët pa u vënë re nga askush. Ajo shqyrtoi regjistrat e fermës, analizoi furnizimet dhe foli drejt për drejti me punëtorët që kujdeseshin për tokat përreth. Gjatë muajve të parë u bën disa përmirësime të vogla. Rotacioni i të mbjellave u rregullua sipas metodave që ajo kishte lexuar në libra. Magazinimi i drithrit u organizua më mirë për të shmangur humbjet. Regjistrat financiar u sistemuan për të pasur një pamje më të qartë të ardhurave dhe shpenzimeve sezonale. Dreni mbështeti çdo ndryshim që ajo sugjeroi. Ai e prezantoi zyrtarisht para menaxherit të fermës dhe kontabilistit të pronës, duke e bërë të qartë se gjykimi i saj kishte të njëjtën peshë si i tij. Arta nisi diçka tjetër. Gjatë vizitave në fshatrat përreth, ajo vuri re se shumë vajza linin shkollën herët për të ndihmuar familjet në punët e shtëpisë. Duke përdorur një pjesë të ardhurave të pronës, ajo krijoi heshtazi një fond të vogël që ndihmonte disa familje çdo vit të mbanin vajzat në shkollë më gjatë. Programi filloi modest, por ndikimi i tij u përhap ngadalë në të gjithë zonën. Pothuajse një vit pas dasmës, gjatë ditëve të ngrohta të verës së vonë, Arta solli në jetë fëmijën e tyre të parë, një vajzë. Fëmia lindi herët në mëngjes, ndërsa drita e diellit filloi të mbushte dritaret e dhomës. Mjeku përfundoi punën shpejt dhe u tërhoq pasi u sigurua se nëna dhe foshnja ishin të dy mirë. Arta qëndronte e mbështetur mbi jastëke, duke mbajtur në krah voglushen e mbashtjellur me një batanie të bardhë. Sytë e foshnjës ishin të mbyllur dhe duart e vogla të mbledhura ndërsa merrte frym qetësisht. Dreni u ul pranë shtratit duke i parë të dyja në qetësi. Pas një momenti, Arta uli sytë drejt voglushes që mbante në krah. Jetat që kishte lënë pas kaluan qetësisht në mendjen e saj. Kopshti ku flokët e saj kishin rënë mbi gur, mëngjezit e gjata të punës që dikur kishin përcaktuar vendin e saj në botë. Heshtja që kishte mësuar ta mbante pa u ndarë. Në atë moment, ajo kuptoi diçka shumë të qartë. Dinjiteti i saj kishte mbijetuar gjithçka. Brishku kishte marrë flokët e saj, por nuk kishte prekur asnjëherë atë që ajo ishte në të vërtetë. Ajo ngriti sytë drejt Drenit, dhe forca e qetë në shprehjen e saj i tregoi atij gjithçka që duhej të dinte.